Dhe do të nisim viralin me një lajm jo fort të mirë për ata që i duhet të udhëtojnë shpesh dhe le të themi janë shpeshherë të gjendur përballë dëshirës së madhe për një përqafim dhe për një mirëpafshim në aeroport. Në këtë rast bëhet fjalë për Londrën, aty ku me rrokaqeve modern dhe zhurmës së përhershme të kryeqytetit britanik, një ndryshim i vogël por shumë i dukshëm ka ndodhur në mënyrën se si njerëzit përshëndeten në aeroport. Për herë të parë, për një përqafim të shpejtë ose për të shoqëruar një të afërm deri tek terminali në London City, duhet të paguash një tarifë prej 8 poundësh, rreth 9 euro. Ky shërbim që dikur ishte plotësisht falas, tani ka rregulla të qarta, qëndrimi deri në 5 minuta përshëndetje është i përfshirë në çmim, ndërsa çdo minutë shtesë kushton 1 pound deri në një maksimum prej 10 minutash që e çon faturën totale në 13 pound. Pra shkon në total në 13 pound për një përqafim. Kjo nismë ka bërë që për momentin të gjithë udhëtarët të mendojnë 2 herë për planifikimin e takimeve të shpejta në aeroport, për ata që janë të ngazëllyer nga takimet e ngrohta dhe nga këto përqafime duhet të vlerësojnë çdo minutë që kalojnë pranë terminalit. Ndërsa në aeroportin më të madh të Europës, London Heathrow, nuk bëhet përjashtim dhe pagesa për përshëndetje të shpejta është gjithashtu e detyrueshme. Edhe në qytetet të tjera, si Bristol, ka një taks të tillë që aplikohet për përqafimin, e cila arrin deri në 8.5 pound, duke treguar se ndryshimi nuk është vetëm lokal, i përshëndruar në një zonë të vetme, por ka prekur të gjithë hapësirën ajrore britanike. Megjithatë, për shumë udhëtar, kjo nuk është vetëm një pagesë, është një kujtesë se koha është e çmuar dhe çdo moment me të afërmit duhet të menaxhohet me kujdes. Pak minuta për një përqafim, një çmim simbolik dhe një ndjenjë shumë metropolitane që tregon se si në një lloj forme qytetet moderne kombinojnë logjikën e tregut me emocionet njerëzore. Pra në një mënyrë për disa është një formë më mirë për të gjeneruar të ardhura, nga ana tjetër për ne të tjerët duhet jetë një rikujtesë se koha me njerëzit e zemrës është e çmuar dhe në mënyrë që të mos detyrohemi të paguajmë ato 8 pound në një nga aeroportet e Britanisë, atëherë duhet vërtet të i kushtojmë vëmendjen dhe rëndësinë e duhur secilit, sepse të paguash 8 pound për një përqafim, nëse nuk i ke të tepërta, do t'ishte një shumë e konsiderueshme. Aq më tepër nëse zgjatet qoftë edhe pak koha, shuma fillon edhe rritet. Mirë, interesante nisma e fundit e Britanisë, por patjetër mbeten përqafimet më të bukura dhe më të veçanta ato që zakonisht jepen në aeroporte. Kështu që besoj me shumë gjasa janë nga vendet që kanë parë më shumë emocione njerëzore, madhomendja.